Dolce u përzgjodh të udhëtoj për një javë në shtëpinë e Grande Fratello Italia, si pjesë e një shkëmbimi mes programeve. Që nga momenti kur ajo u largua nga Big Brother VIP Kosova, dinamika brenda shtëpisë ndryshoi dukshëm. Udhëtimi i saj krijoi shumë zhurmë, pasi prania e një konkurrenteje nga Kosova në versionin italian të formatit tërhoqi menjëherë vëmendjen e publikut dhe banorëve të atjeshëm. Dolce u prit me shumë kuriozitet dhe menjëherë pas hyrjes, banorët e Grande Fratello filluan të bashkëveprojnë me të, duke e komplimentuar dhe duke e bërë pjesë të bisedave dhe aktiviteteve të tyre të përditshme. Ndërkohë në Kosovë, Edi nuk e mori lehtë këtë ndryshim të papritur. Që nga dita e parë, ai filloi të tregonte shenja shqetësimi dhe xhelozie. Në çdo material që ju transmetua për të treguar se çfarë po ndodhte në Itali, ai e vuri re menjëherë se banorët e Grande Fratello i kushtonin shumë vëmendje Dolces. Komentet pozitive, afërsia e disa konkurrentëve italian dhe mënyra se si e pritën e bën Edin të ndiej i pasigurt. Ai shprehej hapur se nuk i pëlqente as pak fakti që atje po çmendeshin për të, sidomos kur disa banorë dukeshin tepër entuziast për praninë e saj. Sa herë që përmendej emri i Dolces apo shfaqej një video nga Italia, Edi reagonte me një përzierje emocionesh, xhelozi, kurreshtje dhe nervozizëm. Disa herë është parë duke ecur i shqetësuar nëpër shtëpi, duke analizuar çdo detaj të ndërveprimeve të saj, ndërsa banorët e tjerë përpiqeshin ta qetësonin. Situata krijoi një atmosferë të re brenda shtëpisë së BBVK, sepse të gjithë prisnin me kurreshtje se si do të ndikonte ky udhëtim në marrëdhënien e tyre. Ndërkohë, pranimi i ngrohtë i Dolces në Grande Fratello e bëri histori të ditës edhe jashtë shtëpisë. Publiku italian dhe ai shqiptar diskutonin vazhdimisht për reagimet e banorëve dhe për xhelozinë e Edinit. Të gjithë po prisnin të shihnin se si do të zhvillohej situata kur Dolce të rikthehej. A do t'i qartësonte dyshimet, a do të ndryshonte diçka më?